Shikues e Vision Plus, përshëndetje, do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shkëlqyer nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti ka qenë i kthjellët në të gjithë territorin, ndërsa vranësira të pakta dhe kalimtare nga orët e mesditës deri në ato të pasdites në relievet malore në lindje të vendit. Ndërsa era ka fryrë me drejtim nga veri perëndimi dhe juglindja me shpejtësi mesatare 14 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 3 ball. Temperatura të regjistruar në vendet malore nga 6 deri 25 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 8 deri 26 gradë dhe në Bregdet nga 12 deri 26 gradë Celsius. Edhe për ditën e hënë, vendi ynë do të vijë të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, si dhe me vranësira të pakta deri mesatare, kalimtare në orët e mesditës dhe në ato të pasdites. Në zonën e jugut, në orët e mesditës, vranësira do të bëhen heraherës deri të dendurat, të cilat do të shoqërohen edhe nga rreshje lokale shiu me intensitet të ulët. Në relievet e larta malore të zonës së jugut, rreshjet në periudha afat shkurtër do të jenë edhe në formën e shtrëngatave, ndërsa era do të frymë drejtim nga veri perëndimi dhe juglindja me shpejtësi 10 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë sërish 1 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 6 deri 22 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 10 deri 29 gradë dhe në Bregdet nga 13 deri 28 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta dhe kalimtare, kryesisht në relievet malore të tij. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të jetë ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, do të kemi motë të kthjellë dhe vranësira kalimtare. Ndryshe paraqitet situata në Europën veri lindore dhe ato lindore, të cilat do të ndikohen nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, të cilat në relievet malore do të shoqërohen edhe nga rreshjet të dobta të shiut dhe të borës. Këtu kemi përfunduar, falenderoj për vëmendjen, dashur ju takofshim.